Përshëndetje miq, sot në Flasin si fëmijë në episodin e radhës kemi një super të ftuar, një nën, një sportiste dhe një njeri që punon çdo ditë me fëmijët dhe për fëmijët. Me mua sot është zonja Mimoza Xhafa, drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Lezhë, një grua plot energji, humor dhe pasion për jetën. Mirëseardhët zonja Mimoza, faleminderit që pranuat të vini sot. Përshëndetje Azja, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi të marrësh pjesë dhe vërtet dua të komplimentoj për iniciativën që ke marrë dhe të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Shumë faleminderit. Si do ta përshkruaj veten me 3 fjalë? Do ta përshkruaja veten time shumë thjesht. Fjalët që më përshtaten shumë, jam një person shumë i fortë, jam këmbgulse në gjërat që dëshiroj të bëj dhe mundohem të përcjell shumë dashuri tek njerëzit. Kur ishte vogël, ishte më shumë e qetë apo një fëmijë zhurmshëm dhe çapkën? Të them të drejtën, kam qenë shumë çapkëne. Cila ka qenë ëndra jote e parë si fëmijë? Sigurisht ka qenë e para dhe ajo që unë arrita ta realizoj është të vrapoja më shpejt se shokët e shoqet e mia dhe arrita që të bëhem një sportiste, një atlete. Cili është kujtimi yt më i dashur nga fëmijëria? Një kujtim që unë nuk do ta ndaj kurrë nga jeta ime, që e përcjell çdo herë, është mungesa e babait tim që e vogël. A është dikush që ju ka frymëzuar të hyni në sport? Po, më ka frymëzuar, gjithmonë ka qenë ëndër që unë të merresha me sport. Problemin më të madh e kam pas pak me nënën time, sepse ne dim që kushtet atëherë i kemi pas pak të vështira dhe ajo që ka qenë më kryesorja ishte që në qoftë se unë nuk do të mbushja atë fuqin me ujë, nuk do të arrija të shkoja në stërvitje në sport. Dhe vlla im ka qenë ai që më ka mbështetur, që më ka shoqëruar dhe gjithmonë më ka këmbgulur që unë të arrijë këtu ku jam. Tani do bëjmë një mini lojë për pak humor dhe që edhe të heqim pak emocionet. Unë do lexoj disa fjali dhe ju duhet të thoni e vërtet apo jo, do të thënë a ju ka ndodhur apo jo. A jeni gati? Po, jemi gati. Atëherë, ndonjëherë jam përplasur me biçikletë me murin. Këtu do të ndaloj pak, sepse në kohën kur unë kam qenë e vogël, nuk kanë ekzistuar biçikletat, po jo në atë pikë sa unë kisha një biçikletë time. Ne kemi pas një biçikletë e quanim dikur 28, biçikleta 28 dhe na merrte vllai, na shoqëronte me biçikletë kudo që kishim dëshirë. Por ajo që unë kam pas dhe që jam rrëzuar shumë herë është karroca me kuzhineta. Më ka marrë malli për karrocën me kuzhineta. Ke gatuar ndonjëherë për 3 fëmijët e tu dhe asnjëri nuk e ka ngrënë ato që ke bërë? Në përgjithësi janë munduar që ta hanë atë që unë kam gatuar, por ka pas edhe raste që normal nuk e kam ngrënë. Ke fjetur ndonjëherë në zyrë nga lodhja? Këtu unë jam një person që nuk lodhem fare dhe mundohem të jem gjithmonë në aktivitet jashtë zyrës. A ke fituar ndonjëherë një garë sepse të tjerët u rrëzuan? Jo, nuk kam fituar një garë se janë rrëzuar, por kam fituar garë sepse kam qenë vetëm unë. A të ka ndodhur ndonjëherë që ke humbur rrugën duke qenë se ke qenë duke shpejtuar në mëngjes? Jo, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, kështu që Ti zonja Mimoza ke 3 djem. Si është rrisësh pra 3 djem plot energji? Mendoj që jo vetëm të rrisësh 3 djem, por të rrisësh fëmijë është gjëja më e mrekullueshme që mund të ekzistojë dhe që një nën mund ta përjetojë. Është gjëja më e bukur që unë kam përjetuar. A keni ndonjë aktivitet familjar që e bëni gjithmonë bashkë? Po, është fundjava, i kushtohet familjes, i kushtohet fëmijëve dhe mundohemi që ta organizojmë në mënyra të ndryshme, kjo gjithmonë edhe duke eksploruar pak edhe qytetin, por edhe jashtë qytetit. Cili nga djemtë tuaj ju ngjan më shumë si karakter? Mendoj që është djali i madh. Ta ditë veçlit janë akoma veç. Cili është momenti më gazmor që të ka ngelur akoma në kujtesë që ke përjetuar me ta? Çdo moment me ta mendoj që është shumë gazmor. Çdo moment që por ajo që unë jo shpesh, po nga njerë është kur unë ngatroj binjakët e mi në vend të njerit rast tjetrin. A ju ndihmojnë ndonjëherë djemtë me ide për qendrën kulturore të fëmijëve? Mendoj që nuk është se i kam përfshirë shumë në këtë pjesë, por ata janë
I pëlqen shumë aktrimi dhe kur ka ndonjë aktivitet ata angazhohen në këtë pjesë. Kush ka më shumë energji në shtëpi, ju apo ata? Mendoj që kam akoma unë edhe nuk do ta lëshoj për pak. Si ka nisur dëshira jote për atletikën? Tu kam dëshirë që ta ndaloj pak këtë pjesë, duke treguar pak me hollësi. Unë kam pas 2 vëllezër dhe vëllezërit e mi ishin ata që në thonjza do të thoja më shfrytëzonin sepse isha më e vogla e shtëpisë dhe dikur ne do të blenim o vajin ose bukën ose ushqime të ndryshme që na dërgonte nëna dhe ata më dërgonin gjithmonë mua dhe thonin nëse ne numrojmë deri 20, ti shkove këtë dyqani dhe nuk u ktheve, ti do të dënohesh kur të vish. Dhe unë isha aty që vetëm doja të vrapoja sa më shpejt dhe gjithmonë asnjëherë nuk e arrija 20-ën, arrija më përpara se 20-a sepse ata më mashtronin. Dhe kjo ishte diçka që më ka ngel akoma në kujtesë. Kjo është diçka shumë e bukur, po sot çfarë ndjesish ju jep garime? Mendoj që sot është, jo vetëm dikur, po sot është akoma më e bukur, sepse kur arrin një farë moshe, le të themi, dhe të vazhdosh të garosh akoma, është ndjesia akoma më e bukur. Atëherë ka qenë sporti, ka qenë garat, ka qenë shumë emocionuese. Por të marrësh pjesë tani me veteran, është akoma dhe më emocionuese, sepse ti nuk je shkputur nga ai realitet që ke përjetuar dikur. Cili ka qenë momenti më i bukur sportiv në karrierën tënde? Duke qenë se unë, siç e përmenda më lart, që vazhdoj stërvitem akoma dhe garoj me veteranët, para 2 vitesh, në 2023-shin, kam garuar në Turqi, në kampionat ballkanik, ku dhe aty u shpalla kampione Ballkani dhe kjo ishte një emocion shumë i madh për mua, sepse ja arrita një diçka që unë isha përgatitur. Shumë rime për arritjen tënde. Po në një moment vështirë ose ku ke dashur ndonjëherë të lësh sportin, a ke pasur? Të them të drejtën, vështirësitë në jetë janë të ndryshme dhe po, ka pas edhe nga ato raste që kam menduar, edhe kam shkëputur një pjesë të jetës time, jam shkëputur nga sporti, por dëshira gjithmonë më ka bërë që unë të rikthehem përsëri. Si e balanconi jetën me sportit, familjes dhe punës në përditshmëri? Mendoj që personalisht i kam në të njëjtin nivel. Unë nuk mund ta ndaj familjen, nuk mund të ndaj sportin dhe nuk mund të ndaj absolutisht fëmijët në asnjë moment për këtyre. A merren edhe fëmijët tuaj me sport? Po, fëmijët e mi janë të lindur, do të thoja unë, për sportin, sepse ata kanë edhe të 2 prindrit i kanë sportista, dhe sot që flasim, kanë shumë dëshirë që të ushtrojnë sportin e mundjes, që e trashëgojnë nga babai, dhe vinë edhe ke atletika, po më pak atletikën, sepse nuk i pëlqen shumë që të vrapojnë. Sipas mendimit tuaj, pse është i rëndësishëm sporti ose aktiviteti fizik për fëmijët? Unë do thoja që me një shprehje të thjeshtë që një mendje e shëndosh ndodhet në një trup të shëndosh. Kështu që aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm jo vetëm për fëmijët, por është i rëndësishëm për të gjitha llojet e moshave, sepse bën mirë për shëndetin normal, të lidh me njerëzit, kur organizon ne pothuajse jemi si një pjesë arti, se të japim shfaqje për publikun. Në moment që ti garon ke stadiumin aty që të broret, ose një ndeshje volejbolli ke pallatin e sportit që të broret. Pra ti jep shfaqje dhe në ato momente ti shquar si artiste, jep diçka për publikun. Për ata që nuk e dinë, çfarë është qendra kulturore e fëmijëve? Qendra kulturore e fëmijëve është shtëpia që mirëpret fëmijë nga mosha 6 deri në moshën 14 vjeç. Cilat janë disa nga aktivitetet që zhvillohen në qendrën kulturore të fëmijëve? Qendra kulturore e fëmijëve organizon shumë aktivitete. Është festivali mbarkëmbëtar i kërcimit, ku fëmijë nga gjithë Shqipëria, po dhe nga diaspora, kanë marrë pjesë në këtë festival. Është Lezha Talent,
ku fëmijët e gjithë qytetit Lezhës janë të ftuar gjithmonë që të vinë dhe të shpalosin talentet e tyre, gjithmonë kjo zhvillohet me anë të konkurseve dhe aty dalin edhe talentet e reja. Ne organizojmë Country Fest, që është shumë e dashur për fëmijët, ku ajo atmosfera e sjelljes së fshatit në qytet, të bërit të veshurit country me kapele ose me çizme, me kaubojsa, është diçka shumë e bukur dhe është një risi shumë e bukur. Dhe fëmijët e presin me padurim këtë aktivitet. Organizojmë festat e nëntorit ku vishemi kuqezi, është fantastike. Një qershori po ashtu është një festë shumë e dashur për fëmijët. Kemi natën klasike, që është përsëri është një atmosferë e jashtëzakonshme vit i ri dhe shumë aktivitete të tjera. Gjatë rrugës dalin edhe aktivitete të ndryshme si mbështetje e koncerteve recitale që organizohen në qytetin e Lezhës dhe jemi gjithmonë të pranishëm në këto aktivitete. Deri tani, cilat janë kurset më të dashura nga fëmijët? Mendoj që fëmijët kanë shumë dëshirë kursin e aktrimit e pëlqejnë shumë, pikturën që janë më të kërkuarat edhe baleti. Janë më të kërkuarat deri tani në qendrën tonë. Deri më sot, kush mund të thuash që ka qenë një ndër aktivitetet më suksesshme? Mendoj që ka qenë Lezhë Talent, një ndër këto aktivitete, pasi me këtë lloj aktiviteti ne përzgjellim edhe talentet e reja. Cilat janë kurset më të dashura nga fëmijët? Janë aktrimi, kërcimi dhe piktura. Si mund të bëhet një fëmijë pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve? Atëre pranë qendrës janë të lirë që të vinë në prindrit dhe të regjistrojnë fëmijët e tyre, duke lënë edhe një numër kontakti, pasi regjistrimet gjithmonë bëhen në muajin janar. Periudha nuk është fiks periudha e shkollës siç është në shtator qershor, por ne kemi janar dhjetor. Pasi këta mësues të jashtëm zhvillojnë këto kurse për fëmijët, fillojnë në janar, ne kemi një numër të limituar regjistrimesh, që është maksimumi deri në 15 fëmijë. Dhe në momentin që hapen regjistrimet, ata shikoj kush kanë ardhur, ose ka dhe gjatë vitit fëmijët, sepse dihet edhe puna e fëmijëve. Ata vinë, provojnë diçka, i pëlqen, nuk i pëlqen dhe gjatë gjithë vitit ka gjithmonë ikje dhe ardhje të reja. Dhe kështu gjatë gjithë vitit fëmijët, si unë e shoh në anën e sportit, fëmijët provojnë shumë gjëra dhe nuk janë të qëndrueshëm, janë gjithmonë fleksibël, vinë, provojnë në pikturë, nuk i pëlqen ajo, shkojnë, marrin pjesë në një lloj sporti, kthehen në aktrim, pra janë në atë fazën e tyre të përzgjedhjes. Në disa raste qendra ofron ambiente, ndërsa prindërit paguajnë tarifat. Si funksionon kjo në praktik? Këtë, siç e thash edhe më lart, sepse Qendra Kulturore e Fëmijëve ka një numër të kufizuar fëmijësh dhe në moment që plotësohet kjo kuotë, prindrit janë të lirë pastaj dhe të zgjedhin. A ka ndonjë mekanizëm për fëmijët me vështirësi ekonomike që kanë talent por nuk kanë mundësi të ndjekin këto kurse? Po, mekanizmi është shumë i thjeshtë, janë aktivitetet që ne organizojmë, siç e përmenda dhe më lart, që është Lezhë Talent, ne njoftojmë të gjitha shkollat e rrethit, duke e kërkuar fort këtë gjë që çdo fëmijë kudo që të jetë dhe ka një talent, do që ta shprehë atë talent, është i mirëpritur që të marrë pjesë në këtë lloj aktiviteti që vërtet ka nxjerrë dhe talenta. Kjo është diçka shumë e mirë. A ka ndonjë histori të veçantë që ju ka prekur nga puna që keni bërë me fëmijët? Fëmijët çdo ditë kanë histori të ndryshme, nuk ka asnjë histori të veçantë. Ato janë të veçantë çdo ditë dhe japin emocion çdo ditë në çdo gjë që ata bëjnë. Është shumë bukur të punosh me fëmijët. Nëse do kishit më shumë mbështetje, çfarë projekti do doni të realizonet me fëmijët? Nuk ka munguar asnjëherë mbështetja
që kemi pas për fëmijët. Në çdo lloj aktiviteti, gjithmonë jemi munduar që t'i mbështesim ata dhe t'i mbështesim fort. Dihet që e pamundura nuk mund të bëhet e mundur, sepse edhe fondet gjithmonë janë të limituara jo vetëm për aktivitetet e fëmijëve ose për të mbështetur fëmijët, por për çdo gjë. Kështu që ajo që të doja unë, po të kisha sa më shumë mbështetje, ta mbushja qendrën plot me fëmijë. Si është të kalosh nga garat sportive të drejtimi një qendre ku gara tashmë është me krijimtari? E kam përmendur që sporti është art më vete. Pra, në qoftë se ne e kemi shumë më të lehtë që një sportist të bëhet artist, për arsyeën sepse ne jemi shumë të lidhur. Pra, në moment që ne japim një shfaqje, në garën që ne japim, e kemi shumë më të lehtë që të jemi edhe artist. Nga sportist të bësh artist është shumë e thjeshtë, ndërsa nga artist për të bërë sportist është pak më e vështirë. Çfarë përpiqeni të mësoni fëmijëve më shumë? Fitimin, pjesëmarrjen, këmbguljen apo ndonjë parim tjetër? Jo, unë i mësoj shumë këmbguljen, sepse kur këmbgulin fort, ata arrin që të marrin pjesë në ëndrat që ato kanë dhe të jenë edhe fitimtarë në fund. Cili është një mesazh që do t'ju përcjellin brezave të rinj? Që mos të ndalojnë ëndrën e tyre në asnjë moment, por të këmbgulin fort, fort, fort. Tani do t'ju jap disa alternativa ose disa opsione dhe do të zgjidhni vetëm njërin, por se një fëmijë sikur të ishit një fëmijë 11-12 vjeç dhe jo si një drejtëresh. Të shkosh në shkollë apo të rish në shtëpi me pijama gjithë ditën? Po të isha fëmijë, do të rija në shtëpi gjithë ditën me pijame, por shkolla është shumë e rëndësishme për fëmijët. Çokoladë çdo ditë apo akullore çdo fundjavë? Pra, po të isha fëmijë do haja çokoladë çdo ditë, por do rekomandoja akulloren në fundjavë, është më e shëndetshme. Një hamster që flet apo një biçikletë që fluturon? Po të isha fëmijë do ta dëshiroja biçikletën që fluturon, thjesht të provoja çfarë kënaqësie sjell, por hamster. Pushime në det me miqt apo kamp në mal me familjen? Këto nuk i ndaj dot asnjërin as tjetrën, janë të dyja shumë të mira. Gara sportive apo fest me shokët? Mendoj që gara sportive, sepse jam sportiste, por festa me shokët nuk duhet të mungoj në asnjë moment. Të jesh në një film vizatimor për një ditë apo të jesh superhero në shkollën tënde? Do doja të isha një superhero në shkollën time që të gjithë flisnin për mua. Të mpash pantallona me dinosaur apo çorape me ngjyra të ndryshme në çdo këmbë? Do t'i mbaja të dyja këto nëse do isha një fëmijë. Tani, a besoni ende te magjia dhe si atëherë kur ishit fëmijë? Unë besoj shumë tek baba gjyshi dhe këtë mundohem që t'ja transmetoj dhe fëmijëve të mi dhe gjithmonë festa e fundvitit është një atmosferë e jashtëzakonshme. Ju thotë edhe më sipër që po të ishit fëmijë do kishit dëshirë të ishit një superhero. Nëse do kishit një superfuqi për një ditë, cila do ishte ajo? Nëse unë do të isha një superhero, ajo që do të kisha dëshirë sot, flas sot dhe jo si fëmijë, do dëshiroja shumë të sillja paqe nëpër botë dhe të shikoja çdo fëmijë të lumtur. Cili është ushqimi i preferuar nga fëmijëria që ende pëlqen sot? Bukën me sheqer, po me ujë më tepër, se vaj i hillshim shumë pak. Po sot për sot, ushqimi i preferuar cili është? Nuk është se kam ndonjë ushqim të preferuar, jam një person që ushqehem me gjitha llojet e ushqimeve. A keni ruajtur ndonjë lodër apo kujtim nga fëmijëria juaj? Në fëmijërinë time ka qenë shumë e rrallë që të kishim lodra. Thash atë që lojën që kam pas nuk ka qenë karroca me kuzhineta, po që nuk e kam ruajtur. Nëse do mund të flisnit me mimozën e vogël, pra 10 vjeçare, çfarë do t'i thoshit asaj? Çfarë do t'i thosha mimozës? Do t'i thoja përsëri që të këmbguli fort dhe t'i realizonte përsëri ëndrat që ajo ka pas. Çfarë mesazh do të jepni të fëmijëve që kanë ëndra, por nuk guxojnë të ndjekin ato? Ëndrat janë si yjet,
mendoj unë. Ne nuk i prekim gjithmonë ato, por ato të heqin gjithmonë në drejtimin e duhur. Dhe për ta mbyllur, nëse Mimoza do të fliste sot si fëmijë, çfarë do të thoshte ajo? Unë tani do të thoja ajde Asja dhe të dalim jashtë dhe të lozim bashkë. Faleminderit shumë që ishit me ne sot, zonja Mimoza. Ishte një bisedë plot energji, frymëzim dhe dashuri për fëmijët, po besoj edhe për të rriturit. Falenderoj, unë jam ajo që do të falenderoj përzemërsisht dhe ishte kënaqësi që mora pjesë dhe të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Faleminderit edhe një herë zonja Mimoza. Të dashur miq, mos harroni, të jesh fëmijë është fuqi. Flasim si fëmijë transmetohet në Akrolis TV, si dhe në Instagram çdo të mërkurë në orën 6. Shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.